Kryeministri Edi Rama dhe Ministri i Ekonomisë dhe Kulturës e Inovacionit Blendi Gonxha ishin në eventin Hangart në ambientet e Ministrisë së Kulturës. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se buxheti për kulturën është rritur, ndërsa shtoi se do të bëjë një përpjekje të posaçme për të stimuluar edukimin e menaxherëve të kulturës. Më tej, ai përmendi dhe restaurimin e Muzeut Kombëtar, ku tha se po i nënshtrohet një transformim i rrënjësor, duke u kthyer më pas në një vend jo vetëm për soditje, por edhe për aktivitete të tjera. Më tej, Rama u ndaj tek ndërtimi i Teatrit Kombëtar, ku u shpreh se do të jetë një fabrikë e vërtet në të gjitha kuptimet. Ase talenteve që duhet i përdorin këto hapësira, nuk është çështja ase parave që duhen investuar për këto hapësira, por është edhe çështje e mënyrës se si këto hapësira administrohen dhe menaxhohen. Sot ne pam një zhvillim shumë impresionues, edhe jam i bindur që të gjithë do keni një ndjesi kur ta shikoni për herë të parë qendrën e re kombëtare për fëmijët, ku do të strehohet praktikisht një pjesë domethënëse e kulturës dhe aktivitetet artistik në funksion të moshave më të reja, por pyetja që lind është sa i kemi ne kapacitetet për ta transformuar atë investim shumë të madh që po bëhet atje dhe për t'i transformuar ato hapësira gjigande që po krijohen atje, pavarësisht buxheteve në dispozicion, në territore pjellore dhe territore të begata për të gjithë ata që do të shfrytëzojnë atë qendër dhe për gjithë ata që do të jenë qoftë protagonist, qoftë edhe konsumator të asaj që do të prodhohet në atë qendër. Dhe po e njëjta pyetje lind për galerinë kombëtare, po e njëjta pyetje lind për teatrin kombëtar, që tani më është në ndërtimin e sipër dhe nuk do të jetë më thjesht një destinacion ku ka një skend raskapitur si ajo që fatmirësisht më në fund i hapi rrugën teatrit të ri kombëtar, po ku është praktikisht një fabrikë e vërtet në të gjitha kuptimet, edhe në vetë menaxhimin e gjithë asaj logjistike që do duhet të instalohet aty dhe do duhet i shërbej prodhimit. Gjë që e pam në Teatrin e Operës, ku faktikisht fabrika e madhe që është prapa kuintave dhe që shërben skenës, në një pjesë jo të vogël saj është e pa përdorur ashtu siç duhet në kuptimin e të gjitha opsioneve që ka, për shkak se duhen njerëz të mirë formuar dhe njerëz të mirë aktualizuar me teknologjinë. Po kjo pyetje lind për muzeun kombëtar, i cili do të nënshtrohet një transformim i rrënjësor dhe praktikisht do të jetë një hapësirë tjetër më e madhe në fakt nga pikpamja e volumit të hapësirave, ku do të duhet jo thjesht të strehohen objekte apo të strehohen copëza historie, por do duhet të krijohet në të përditshmen një aktivitet që s'është vetëm aktivitet soditje, por dhe aktivitet kërkimesh, aktivitet ekspozimesh, aktivitet debati e kështu me radhë. Nuk po zgjatem më tutje, thjesht kjo ishte ajo çka mendova se ja vlen të ndaja këtu, duke ju thënë gjithashtu që ne po punojmë edhe për këtë pjesë. E dim që në vend i kemi të kufizuara burimet njerëzore për të çuar përpara një agent kualifikimi të lartë të menaxherëve të kulturës, por nga ana tjetër nuk mund t'i referohemi vetëm menaxherëve të huaj ose burimeve të huaja, por duhet të gjejmë mënyrën të bëjmë një kombinim dhe duhet të gjejmë mënyrën të krijojmë këtu një shkollë. Dhe pjesa e fundit që kam është pikërisht kjo e shkollës, e rritjes kapaciteteve për të edukuar më shumë dhe për t'ju dhënë më shumë vajzave dhe djemve talentuar mundësinë që të formohen në të gjitha
fushat. Ka filluar një aktivitet shumë frymëzues, do thosha, këtu me shkollën e re të filmit. Është një aktivitet, si thuash, bashkimi vullnetar midis atyre që kanë hapur derën e shkollës, neve që i kemi vënë dispozicion hapësirë, por është pjesë e dëshirës dhe e frymës për të stimuluar sa më shumë hapësira të tilla,